Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar pak dhe për të bërë një analizë mes marrëdhënies së Mirit edhe Selinës. Miri këto ditë ka qenë në vëmendjen e publikut, por edhe në vëmendjen e banorëve. Dhe pyetja më e madhe që në fakt bëhet brenda dhe jashtë shtëpisë është kjo: a është i dashuruar Miri ashtu siç e tha Arbër Hajdari, dhe sot në intervistën e saj bashkëshortja e Mirit tha krejtësisht tjetër gjë, tregoi që Miri e ka strategji, apo thjesht Miri është duke luajtur dhe po e mban afër Selinën pa marrë parasysh informacionit bomb që erdhi brenda në shtëpi që po të kishte qenë dikush tjetër. Jam jashtëzakonisht i bindur që do të ishte shmangur në të gjitha format nga Selina dhe do ta kishte mbyllur këtë kapitullin. Tani Miri këtë gjën e bën me kastile, e bën sepse dëshiron që të jetë në lojë edhe të komentohet në Prime dhe të jetë çdo javë në Prime, sepse unë kam arritur të kuptoj një diçka që në Prime Mirin dhe Selinën e nxjerr marrëdhënia e tyre. Do të thënë nuk ka tjetër gjë në shtëpi Miri. E ka vetëm Selinën, momentin me Selinën, afrimitetin me Selinën, krevatin me Selinën, edhe pse mbrëm Selina iku. Por unë mendoj që Miri nuk do ta prishën lojën dhe në këtë formë, le të themi, mund t'i hakmerret shpirtërisht fjalëve të babait të Selinës. Apo Miri mund të ketë krijuar një emocion, sepse shikon një energji jashtëzakonisht të bukur tek Selina, një vajzë me shumë ëndra, një vajzë si një flutur që fluturon nëpër shtëpi, dhe Miri t'i fal këtë kënaqësinë dhe Miri, duke e parë se çfarë raporti ka jashtë, nuk mund të thot asnjë gjë. Tani Miri nuk është larguar fare, përqafon Selinën, afrohet pranë Selinës, shikon çdo lëvizje të Selinës, edhe pse në fakt merr një goditje nga banorët për afrimitetin, por Miri nuk e ka fare problem, dhe të gjithë jemi në mëdyshje. Çfarë po ndodh me Mirin? E bën me kastile që të jetë në Prime, sepse Selinën nuk e shoh unë që ka ndjenja të qarta, do me thënë për Mirin, edhe pse i pëlqen të ri me Mirin, sepse mëson nga Miri, studion lojën nga Miri, sepse Selina ka frikë të luan vetëm në shtëpi. Por thjesht faktit, unë e shoh që Miri ndjehet i sigurt dhe ndjehet i plotësuar me prezencën e Selinës pranë tij. Dua të marr mendimin tuaj. Këto përqafimet janë përqafime të ndjenjës që ka shpirtërisht dhe e shprehen në këtë forma, apo janë përqafime të momentit edhe të çastit që Miri e përdorën për lojë?